Më 2 shtator, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump publikoi pamje të paqarta që tregonin një raket duke shkatruar një varg peshkimi pranë bregdetit Venezuelës. 11 persona u vranë në vend. Administrata i quajti ata narkoterrorist. Burime venezueliane i identifikuan si peshkatar. Që atëherë, ushtria amerikane ka kryer të paktën 22 sulme, duke vrarë 87 persona, ndërsa hetimet zbuluan se sulmi i parë përfshinte edhe një goditje të dytë për të vrarë 2 të mbijetuar që ishin kapur pas rënojave. Një krim i mundshëm lufte sipas të drejtës ndërkombëtare, vlerëson Xhalsim Alazawi, gazetar dhe analist politik. Mërkurën, SBA vazhdoi me sekuestrimin e një cisterne nafte në ujërat venezueliane. Një përshkallëzim që qeveria e Venezuelës e përshkroi si vjedhje flagrante dhe akt piraterie ndërkombëtare, duke nënvizuar kalimin e Washingtonit drejt shtrëngimit ekonomik krahas forcës ushtarake. Administrata Trump i paraqet gjitha këto si luftë kundër narkotikeve. Kritikët e quajnë ndryshim regjimi, por dimensioni më rrezikshëm i kësaj krize nuk ka të bëjë as pak me Venezuelën. Ai lidhet me konsolidimin e pushtetit ekzekutiv brenda vetë SBA-s, thot Alazawi.